Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kardiologu jep urdhër ja 8 ushqime që duhet t'i largoni që të mos pësoni atak kardiak. Hipokrati tha në mënyrë të famshme, ushqimi le të jetë ilaçi juaj dhe kjo vlen për shëndetin e zemrës, dieta është jashtëzakonisht e rëndësishme. Kardiologët shohin nga afër se çfarë mund t'i bëjë zemrës tuaj një dietë e keqe. Më shumë se 600.000 njerëz humbasin jetën nga sëmundjet kardiovaskulare në SBA çdo vit. Shkaku kryesor si për burrat ashtu edhe për gratë, sipas qendrave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve. Këto janë 8 ushqime që duhet t'i rrini sa më larg tyre: prosciutto, sallam dhe mish të tjerë të përpunuar. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka përcaktuar se ngrënia e mishit të përpunuar shkakton sëmundje të këqija. Patatet të skuqura dhe ushqime të tjera të përpunuara të paketuara. Qëndroni larg fast foodëve dhe patateve të skuqura. Ato janë shumë të mira, por shumë të dëmshme për trupin. Ëmbëlsira. Edhe pse janë shumë të mira, ëmbëlsirat janë shkaku kryesor i diabetit dhe i rritjes së dhjamit në trup. Shumë proteina. Marrja e shumë proteinave mundet që të jap një problem me veshkat, ndaj ato duhet të jenë me kujdes dhe në masën e duhur. Fast foodet. Shumica e restoranteve të ushqimit të shpejtë dhe gjithashtu të hamburgerave dhe njëkohësisht të pulave duhet të shmangen sepse praktikisht nuk ka asgjë në menu e cila është e shëndetshme për ju. Edhe artikuj që nuk janë të skuqur janë zakonisht të pasura me karbohidrate të thjeshta, prandaj qëndroni sa më larg fast foodeve. Pije energjike. Freeman tha se duhet t'i shmangni këto ushqime sepse ato përmbajnë sheqer të shtuar plus që kanë edhe përbërës të cilët shkaktojnë probleme si presioni i lartë i gjakut apo aritmia. Krip e shtuar. Gjithashtu, përdorimi i madh i kripës dhe në sasi më shumë se sa duhet mundet që të sjellë probleme në të gjithë trupin ton. Vaj kokosi. Ajo ka më shumë yndyrë të ngopur se sa djam deri, është përdorur në disa studime edhe për të nxitur aterosklerozën, bllokon arterjet dhe është i dëmshëm edhe për trupin tuaj. Sëmundjet e zemrës janë sëmundjet më të përhapura në mbar vendin ton. Në Shqipëri rreth 9.000 njerëz humbasin jetën çdo vit për shkak të sëmundjeve të cilat kanë lidhje me zemrën, sipas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik. Sëmundjet kardiovaskulare janë shkaktare të shumëhumbje të jetëve në botë. Ato përfshin edhe defektet në zemër, aritmin dhe gjithashtu sëmundjen e arterieve koronare. Shëndeti i zemrës nga ana tjetër përmirësohet ose përkeqësohet në varësi të ushqimeve, pijeve dhe të aktivitetit tuaj fizik. Gjithçka që ne ham dhe pim ka një ndikim tepër të fortë në çdo organ të trupit dhe deri më tani ne kemi mësuar vetëm për ushqimet të cilat i bëjnë mirë apo keq zemrës, prandaj këtu ne do të mësojmë edhe për pijet më të rëndësishme për shëndetin e këtij organi. Ujë. Uji është pija ideale me 0 kalori dhe 100% hidratim. Ju duhet që të pini 6 deri në 8 gota ujë në ditë. Atë mundet që ta pasuroni me pak lëng limoni ose kastravec dhe kësaj jo vetëm do të hidratoheni, por edhe do të merrni vitamina. Qumshti. Qumshti me pak yndyrë apo ai i sojës është një mënyrë shumë e mirë për të marrë kalcium dhe ekspertët sugjerojnë që ju të pini 1 gotë me qumësht në ditë. Qumshti gjithashtu ndihmon edhe në uljen e niveleve të kolesterolit në gjak. Çaj. Ekspertët thonë se çajrat, kryesisht ato bimor, ulin rrezikun e iktusit, sëmundjeve të zemrës dhe disa llojeve të sëmundjeve të këqija. Në qoftë se njeriu konsumon 3 filxhan çaj në ditë,
rreziku i atakut në zemër ulet me 11%. Zgjidhni gjithmonë çajra bimor dhe jo produkte industriale. Kafeja është njëkohësisht shumë e shëndetshme për zemrën, por këto vlera largohen nëse e pasturoni ato me shumë kremra dhe ëmbëlsues artificial. Këto të fundit shtojnë shumë kalori në organizëm dhe gjithashtu rrisin edhe kolesterolin. Këto janë shenjat që trupi do t'ju jap kur ka probleme me zemrën. Problemet me zemrën manifestohen me disa simptoma që dallohen lehtë, po të jeni të vëmendshëm. Shtrëngimi në kraharor. Nëse keni dhimbje, bllokim apo shtrëngim, jo në anë të kraharorit, por në mes të tij, atëherë ju duhet që të bëni një vizitë tek mjeku i zemrës për të kuptuar më shumë. Frymëmarrja. Sipas të dhënave, një tjetër shenjë paralajmëruese është edhe mungesa e frymëmarrjes. Nëse zemra juaj nuk furnizohet mjaftueshëm me oksigjen, atëherë juve do t'ju duket sikur ju mungon ajri. Rrahje të çrreguta të zemrës. A e keni përjetuar ndonjëherë ndjesinë sikur zemra juaj do të dalë nga kraharori? Po ndjesinë e zemrës që sikur rresht së rrahuri për një sekond? Ky çrregullim i rrahjeve të zemrës është një shenjë e problemeve me zemrën, ndaj vizita tek mjeku është më së rekomandueshme. Humbja e ndjenjave. Humbja e pashpjegueshme e ndjenjave ka të bëjë me probleme të ndryshme, por edhe një nga më kryesorët ka pikërisht lidhje me zemrën. Në qoftë se ju kuptoni që keni këto simptoma, atëherë ne ju këshillojmë që të vizitoheni tek një mjek. Sëmundjet në zemër sigurisht mbeten shkaku më i përhapur i sëmundjeve në mbar botën, por një ndër ushqimet që ekspertët rekomandojnë është edhe salmoni. Salmoni dhe peshqit si sardelet janë super yjet e ushqimeve të shëndetshme për zemrën. Kjo për shkak se ato përmbajnë sasi të bollshme të acideve yndyrore omega 3, të treguara në studim se ulin rrezikun e aritmisë dhe gjithashtu ulin trigliceridet. Shoqata Amerikane e Zemrës rekomandon që ju të hani të paktën peshk të yndyrshëm 2 herë në javë. Ju gjithashtu mund edhe të merrni vajra peshku të pasura me omega 3 si suplemente dietike. Bollgur. Bollguri është i pasur gjithashtu me fibra të tretshme, të cilat munden që të ulin kolesterolin e keq. Ai vepron si një sfungjer në traktin tuaj tretës dhe thithë gjithashtu kolesterolin e keq në gjak. Nga ana tjetër, manaferrat sigurisht që mbeten një ndër ushqimet të cilat gjithashtu munden që të ulin rrezikun për sëmundjet e zemrës. Sipas një studimi të vitit 2013, gratë të moshës 25 deri në 42 vjeç, të cilët hanin më shumë se 3 racione boronica në ditë, mundet që të ulnin rrezikun e sulmit në zemër me 32% krahasuar me ato të cilët hanin më pak. Autorët e studimit i atribuan këtë përfitim komponimeve të njohura si antokjanin, flavonoide, të cilët janë antioksidantë që mund të ulin presionin e gjakut dhe të zgjerojnë enët e gjakut. Agrumet. Njerëzit të cilët konsumojnë stasi të larta të flavonoideve që gjenden në agrume kanë një rrezik më të ulët të goditjes në tru dhe sëmundjeve të zemrës sipas një rishikimi të vitit 2017. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.